3 vjet në tregun shqiptar të telekomunikacionit, Eagle Mobile ka rritur konkurencën, çka për qytetarët është të përkthyer në shtim të shërbimeve dhe ulje të tarifave. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i Eagle Mobile deklaron se në fokus të punës së kompanisë janë qytetarët, për të plotësuar kështu çdo kërkesë të tyre me shërbime cilësore, çmime të leverditshme. Kjo ka bërë që numri i abonentëve të rritet ndjeshëm dhe ata të jenë kryesisht të rinj që përfitojnë nga teknologjia që ofron Eagle Mobile. Superi i rinj, si asnjë tjetër. Eagle Mobile shënon 3 vjetorin në tregun shqiptar të telekomunikacioneve. Kompania arriti që brenda një kohe të shkurtër të rriste konkurrencën në tregun e telefonisë celulare, duke sjellë më shumë shërbime dhe ulje të tarifave për qytetarët. 2008 yılında faaliyete geçtiğimizde Arnavutluk pazarı. Kur u futëm në treg në vitin 2008, kishim të bënim me një treg shqiptar që përbëhej nga 2 operatorë. Me ardhjen tonë mund të themi se sollëm me vete konkurrencën në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Para kësaj kishim të bënim vetëm me një mbushje të tregut. Ne nuk i shohim abonentët apo përdoruesit tanë si një sasi konsumatorësh që ushesim shërbime apo produkte dhe na sjellin të ardhura. Ne me të gjitha mënyrat kemi për qëllim të krijojmë kushte dhe të ofrojmë shërbime nga më të ndryshmet që u lehtësojnë jetën. Në këtë drejtim, shumë shërbime të reja janë prezantuar tek konsumatori shqiptar nga ana jon. Me ardhjen e Eagle Mobile, çmimet në tregun shqiptar zbritën në nivelet e shteteve të Bashkimit Evropian. Numri i abonentëve të kompanisë Eagle Mobile ka pësuar rritje të ndjeshme dhe pjesa dërmuese e tyre janë të rinj, të cilët krahas bisedave celulare përfitojnë nëpërmjet aparateve të tyre edhe shërbimin e internetit. Eagle Mobile'ın gelmesiyle birlikte Rritja e familjes Eagle Mobile është 40%, duke arritur në 870.000 abonentë në të gjithë vendin. Pak më parë po flisja për shërbimet e vlerës së shtuar dhe shumica e përdoruesve Eagle janë të rinj që e duan dhe vlerësojnë teknologjinë. Ndjej kënaqësi të them se 35% e abonentëve tanë përdorin internetin në celularin e tyre. 91.2% të territorit të vendit e kemi mbuluar me sinjal, ndërsa për sa i përket mbulimit të popullsisë me sinjal, kemi arritur në raportin 98.1%. Një nga misionet tona ka qenë të sjellim shërbime të reja dhe me vlerë për konsumatorin dhe me çmime sa më të arsyeshme. Drejtuesit e Eagle Mobile shprehen se edhe në të ardhmen, fokusi do të mbetet te klienti për të plotësuar çdo nevojë të tij me shërbime cilësore dhe çmim të leverditshëm.